Avokat, pala tjetër në proces ka pretenduar ose ka shpjeguar se strumbullari i gjithë këtij konflikti ka qenë Bashkia e Shkodrës, e cila nga njëra anë strehoi këto familje dhe nga ana tjetër ja shiti tokën që e pretendonte se kishte trashëguar palës tjetër, pjesëtarëve të autorit i cili kreu edhe krimin ndaj gjyqtarit. Në këtë rast, cili është strumbullari i këtyre konflikteve në këtë vend? Është politika, parlamenti, bashkitë? Së pari është politika, që vegjeton, lulëzon, noton, jeton dhe pasurohet mbi shtratin e padrejtësisë. Nëse keni parë në një politikan drejt, ma gjeni me qiri edhe ta stigmatizojnë për mirë tani, jo më pse unë nuk njoh një burr të mirë në politikë, të lartë, them, apo biznesin e lartë. Që është kjo politikë pisanjose, shkaku i gjithë qiave, kjo patjetër është. Dhe është mënyra se si ne votojmë, ne jemi të papërgjegjshëm. Ne bëjmë padrejtësi vetes. Ignoranti dhe i çmendur i bëjmë padrejtësi vetes. Këtë mos harroni kurrë. Mund të votosh ti lloj sarollopi, një që të gënjen 10 herë dhe voton prapë. Ne e kemi kthyer Shqipërinë në spital psikiatrik. Më thuaj një nga 2 litrit e mëdhenj, kush e meriton fjalën e drejtë? Garojnë kush është më i padrejti më i poshtër tani. Nuk di se kush është, tani realisht e kam dyshim, kush është më i ligu nga këta? Po që për drejtësi, midis tyre, edhe lëtyrave që i shkojnë pas atyre dyve, unë nuk gjej asnjë drejt. Dhe ky popull shkon prapë mbas atyre. Është vetë që ja bën padrejtësinë vetes. Pastaj pipongun e banorëve se pranoj fare. Po nuk u hetua dosja, unë nuk flas. Kështu që unë këtu gjyq publik të çështjes nuk e bëj dot, se nuk kam dosje. Ditë mbështes Alaudin Malen, që konstatoi diçka. Është dhënë një vendim mbi 2 procese verbale që janë zhdukur. Ku janë ato procese verbale? Përse është kthyer nga e para? Pra ne kemi gjyqtarë prokuror që zhdukin proces verbalet. Kjo është shumë e rëndë. Ja pra një nga ata që them unë, nga ata kolegë që ka vrarë gjyqtarin. Ai që ka zhdukur proces verbalet, e ka kthyer çështën nga e para. E ka kthyer 7 vjet mbrapa direkt. Po si është e mundur ta bëjë gjë të tillë? Se po si o zoti Quku, këtu jemi në absurd më. Unë kam quar kallëzim për 100 miliona euro që ka vjedh për mua Berisha, kujtohet që ka dalar tot nuk të takon ty kallëzimi. Po ku ka ligj në këtë tokë që më heq mua drejt e kallëzimit? Si me çfarë arsye nuk ju takon juve? Po se ti pëlqasin atyre, ç'a mund të them unë tepër? A ke dëgjuar ndonjëherë? Nuk legjitimosh si kallëzues, po ku ta marr legjitimimin unë? Se unë kushtetutë kam, ligji kam, ta marrë në një stall derrash, s'kam ku ta marr tjetër. Është i procesi e kam mbyllur të dyja partitë. Ka rënë dakord ta mbyllin. Kjo është. Të mos donohet Berisha ti viralla këtij tjetri. Këto janë të thjeshta. Merren vesh ta për kodin zgjedhor, nuk merren vesh këta, merren vesh ta për të blerë ministri makinë 100.000 euro dhe nuk merren vesh ta të rregullojnë gjykatat e të shtojnë gjykatësit e prokurorë. Pse nuk e bën, siç ja u tham iden, se ja u kemi thënë. Se nuk do vinë këta që japin mend, do vinë nga qielli. Ta na kanë nga qielli këta, udhëheqësit tanë, dhe ne që toksorë që flasim, jemi të padrejnë për të dëgjuar dhe për të vlerësuar e për të marrë mendim. Brenda një viti mund të bëjë reforma bërdi. E se ka fajin reforma, kam fajin këta që nuk bën reformë. Reforma vetë do e bërë, e do të bëhet pa tjetër. I kishe përgatitur disa gjyqtarë të ri, avokat, si gjyqtarë e prokuror, një vit i përgatisje me praktik,
ata hynin direkt sistem. Për të ndruar një trup maksimumi me gjithë OPG, me gjithë prokuror, me gjithë gjyqtar, s'do isha as 4-5.000 veta. Edhe mund t'i shtoje, për qenë efektiv në drejtësi, për t'i zgjidhur sa më shpejt. E ne nuk ishim të afme dhe me, jo e zvarit e Kastile. E bën këtë pseudo reform, e bën për të mjetuar vetë. Po të shosh, gjyqtarët janë bërë motrima tani. Nuk të njoftojnë fare. Bëjnë sikur të ka njoftuar, të më kanë bërë dhe mua, që jam mes Tiranës. Dhe që s'më bëllët goja kur është puna për të rase. Nuk dun t'ja din. Tani të përballën, edhe me zemrinë popullor. Jo po si takon një avokati të flasi kështu, po si të flasë, ma është kjo e vërteta? Pikërisht. A e kanë çmendur këta njeriu shqiptar? Edhe vuan ai tjetri. Tjetër kush e mbush kupën, ke tjetër kush derdhet. E zbrazën pasojat. Edhe bëjnë sikur e qajnë. Mos e qani më. Se pikërisht ju që bëjnë sikur e qatë më shumë, ju jeni më të poshtit, më të zi. Po, bën ato paradën e zakonshme ditën e djeshme aty. Njëri më pisa njose tjetri. I përshtyr në ftyrë që të gjithë nga i pari ke i fundit. Më kanë dënuar për gjykasit e Berishës, kjo është shumë e rëndë që duke si e thjesht. Pse kam cituar fakte publike të dala në media. Në media në shkruar edhe në YouTube. Do më thonë është hakmarrje personale. Po jo më këta kur duan këta të ndalojnë edhe citimin. Kam kërkuar i njëjti prokuror në binde gjithmonë, gjyqjet për shpifje kundër Berishës. Pas kanë zbatuar kodin e ri të Ramës pa e miratuar ende. Bëhet fjalë në 2017 që njiheshin për Berishës, tani janë duke zbatuar të Ramës. Dhe në atë kohë ishin të Berishës, tani kanë bashkë. Unë e vë gishin pikërisht këta që quhen burra shteti, që është vlerësuar në termi shtet tek ne. Ne kemi qenë ndjekur për pak shtet. Pavarësisht që ne brezë ynë tani mendohet që e gjetën shtetin. Jo, mezi është bërë kë shtet. Shqiptarët kanë vuajtur për pak shtet. Ka vetëm 100 ca vjet jetojnë pavarur, gjithmonë nga një perandorike tjetra. Gjithmonë cepa perandorish kemi qenë. Dhe ne me sovranitetin nuk bëm gjë tjetër, vetë se shkatruam dhe ca virtyte morale. Pra, a jemi taf ne bëjmë shtet apo jo? Kjo është më çuditshme. Ne nuk zëm mend nga pësimet e historisë, domethënë. Dhe për këtë arsye ngrezoj, nuk mund të ketë shtet pa drejtësi, nuk mund të ketë shoqëri, nuk mund të ketë familje. Më njeriu kur është i padrejtë edhe vetes i neveritet. E kupton, në thot një moment jam i poshtë. Akoma llomotisin, na dalin. Na vjedhin para syve, na mashtrojnë njerë, na vjedhin, na tallin, dhe akoma llomotisin. 800 vjeç ka vajt Berisha me orë pune, sidomos me ato që ka vjedhur ka vajt 8 milion vjeç, akoma ka guximin del. Po kaq mund t'jetë dhe Rama. Akoma e tregon shqiptarëve që del tani dhe thot po prishon, i prish ato thethi. Po çaj e prish thethi? Kush i la? U kujtove ti, u zgjove nga gjumi i shenjtë që kishe 2-13 vjet, u kujtove ti prishësh gjithë Shqipërinë, edhe në mes sezonin. Unë i shpreh keqardhje më të madhe nga ana ime atyre familjeve që u shprishur prona. Ti ka ikur bukë e gojës. Se këta pretendojnë që edhe bukën e gojës e kanë këta në dorë. E duhet marrin përgjigjen. Dhe një është përgjigje. Solidarizim rreth të drejtës kundër të padrejtës. Po nuk hyri kjo frym tek ne shqiptarët, ne kur s'do bëjmë marrë. Ama po hyri kjo frym, me shpejtësinë e dritës do rregullohen problemet kryesore të pak.